إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد dhikri, frytet e dhikrit në zemër janë shumë të mëdha dhe janë të rëndësishme, pa kurfar dyshimi. Mirë po, nuk mund me thonë për këto, se nuk është realitet, me një trame dy të vrame, po shumë të vrame. Dhikri ka dobit, përfitimet, frytet janë shumë dimenzionale. Po sot pak shkurt për ndikimin në zemër edhe në ahiret. Sepse zemra është organi kryesor. Zemra dirigjon, zemra udhëzon, zemra drejton. Qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ela inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب." Me të vërtet në trup është një cop mish, një organ i cili nëse është i shëndosh, tërë trupi është i shëndosh. Nëse është i prisht, edhe nëse është i sëmur, krejt trupi prishet. Dhe ajo organ është zemra, thot pejgamberi alayhi sallam. Hadithin e transmeton Buhariu edhe Muslimi, edhe tjerë kuptohet. Sepse smundja e zemrës e kem nga aspekti shpirtëror tash, jo fizik, jo material. Është shumë më e dëmshme, më e rrezikshme, edhe mundet me qenë me pasoja katastrofale për personin, se sa smundja fizike, çfarë do organi qoftë në trup të njeriut. Shumë thjesht, nëse trupi sëmurët, çfarë do organi, çfarë do smundje të koftë, ma e keqe, çka mundet me gjetë ato? Atë person. Me vdek. Po nëse nuk është i smut, a is nuk ka me vdek? Prap ka me vdek. Pra vdekjes nuk ka qysh ik. O me smundje o pa smundje. Kjo sa i përket smundjes fizike. Ndërsa, nëse vdes me zemër të sëmur, e smundja më e rëndë është shirku. Kjo është pasojë katastrofale, shkatruese për ato. Allah e na ruajt për gjithmonë zjarr xhehenemit. A nëse ka qenë smut fizikisht, nuk e pyet Allah pse ke vdekë smut, pse ke pas kancerin, kuptohet. Tash edhe këtu ka çka të flitet, nëse vet ka qenë sebeb, ka marrë pije narkotike, ose pije alkolike, ose duhani, i ka shkatru organin e vet, ose i ka qenë shkak për kancer ose smundje tjera, e për vdekje, atëherë jap llogari. Se ai organ ka me akuzu. Këto organe kemi amanet prej Allahut. Edhe Allah na ka mësuar qysh me u kujdes, qysh me rujt amanetin, amaneti huj, duhesh me rujt. Amanetin huj duhesh ma shumë me rujt se tonin. Se dikush ta ka besu. Edhe ki përgjegjësia për ato. Kalim të mos veç të përmendi, se po në dhem, po falemi namaz, kush del imam, po mendoj 5 herë ndite me xhamat, kush del imam, tash namazin e ka amanet edhe namazin e xhamatlive. E merr shembull Uthemini rahimahullah,
E merr ka shembull sikur një libër. Nëse dikush ta ka dhënë një libër, edhe thot, nëse mundesh me shite 10 rial, nëse e ka marrë, po thënë 10 euro. Po, ma pak ju, tash amanet I huj, ti nuk I drejt me shit 8 euro, pse nuk është I bryt. A me qenë I bryt, ndash fale krejt. Kur falesh vet, sa dush gotu ti. Mirë po, kur je imam, kanë hak në atë namaz çdo xhamatli. Edhe duhesh me gjitha sunetet me I plotësu. Amanat I hujër tash. Nuk më intereson vetë qysh falesh. Nuk më intereson, nuk e kom obligim me të pyet a ki abdes. Hiç mos pyet. Dhe nëse mirët vesh, pasi që përfundon namazi, pas këm qenë pa abdes, shko falu të edhe nërë, nuk falë në mu. Mirë po, që shefa namazin, këto ka dalë. Nuk është dasht me pas nevoj me intervenu që më t'jem me thonë ka dalë. Falë ma namazin që është dohet. Sepse a I vetë duhet me qenë I vetëdijshëm se e ka amanet namazin e xhamatlive. E këtu tash, amanet I ki organet nga Allahu. Nëse I shkatron me vetëdije, tërki me dhonë llogari. Po qëllimi ke, nëse prej çfarë do smundje vdes, Allah nuk të merr llogari pse ke vdek prej kësaj smundje. Pse ke vdek në këtë moshë të re. Por Allah të pyet, a ke besu, a s'ke besu? A ke fal namaz, a ke agjeru, nëse ki pasuri, a ke dhënë zeqat, a ke shku në haxh, e kështu me radhë. Gjitha jonë këto sëmundje të zemrës. Shumë e logjikshme, po del me njëherë, po kuptohet se ma e rëndësishme është, Zoti po thot, s'ka që më kuptu, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Zemra është ai organ kryesor, vendimtar. Zemra udhëheq, zemra të drejton, më shku djata sa mojtas. A para a mrapa. Zemra të shtin me lëviz, zemra të nal. E për këtë shkak, pra duhet shumë kujdes me pas, edhe se çka I nevojitet prej ushqimit zemrës. Jetën zemrës dhikrja jep, pa kur farë dyshimi. Shëndetin dhikrja jep. E pastron, e lëmon dhikri gjithashtu. E pastron, po pasaj edhe lëmon. E bon me vizlu. Krejtu bon me dhikër. E pasaj, kjo zemër reflekton edhe te organet tjera. E kur nuk mundet, gjithsesi reflekton. Qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Pa kur farë dyshimi. E nëse nuk e ke pastru, atëherë, çka është e kundërta, është ndytësira. Dhe atëherë reflekton kjo ndytësirë, po kuptoni, në aspektin shpirtëror është fjala. Reflekton edhe në organet, gjithsesi në krejt trupin. Edhe vetëm një element shumë interesant. Po thot pejgamberi alayhis salam, po thot sahabeve, Inna Allah amarukum bima amara ar-rusul. Allah po ju urdhëron me atë çka I ka urdhëru pejgambert. Ja ayyuha ar-rusul, kulu min at-tayyibat. O ju pejgamber, hani gjanat pastërta, pra ushqim të pastërt. Kena thonë tayyibat, kur thot pastërt, e nënkupton ka dualitet këto. Dy gjana. Dy gjana këto nënkupton.
E para, vetë në vetën e ti, artikulli me qenë halal, edhe e dyta fitimi me qenë halal. Nëse është artikulli ushqimor halal, por e ke ble me haram, nuk është i pastërt. I ki paret halal, por blen ushqimin haram, prap nuk bon. Pra, po thot të dyja tash, kur përmend tayyibat, e ka për qëllim të dyjat. Dy nivele, halale. O ju pejgamber, po i thot Allahu, hani ushqim të pastërt. Pra, fitimi i pastërt, edhe vetë ushqimi që jeni pastërt. Çka po pason pastaj? Wa amelu saliha, dhe bëni vepra të mira. Çka çfarë në vija hollë që është nxjerrë në përfundim alimat. Nëse nuk tërhjek zemra tash po vjen, me bo vepra të mira, ose hiç nuk i bon, ose me dembeli i bon, thojnë këqyr çka ke hongër. Hani halal, boni vepra të mira. S'po muna me bo vepra të mira, s'ke hongër halal. Po të nal, po të frenon, po të shtrëngon, po të kap, harami. Zemrën se ki të pastër, se ki pastru. Përkundrazi, se mund me qenë ndoshta edhe neutral, përkundrazi, ose ushqen me ushqim të pastërt, që lën fryte në zemër, ose runa Zot, e ushqen me diçka tjetër. Pra, prej kësaj po nuk kuptohet se veprat e zemrës janë shumë më të rëndësishme se veprat e trupit. E po, dobit e dhikrit. Gjithë ato hadithet, çfarë dobi e ka prej dhikrit njeriu. As abdes nuk merr, as nuk kthehet ka kiblja, as nuk qëndron kom, han e pin, jo mos me hungur, mos me pi, se kur agjerime, shumë let me punu e shumë me fitu. Allahu Ekber. Edhe njerëzit afërshe nuk ikon, edhe nuk e bojnë, edhe nuk vinë me marrë vesh se qysh, se qëtë bariera. Nuk i lenë me ardhë me ngu. Pra, nëse bon shumë dhikër njeriu, kur themi dhikër, çka kem për qëllim? Pra, me përmend Allahun. Pra, nëse shumë bon dhikër, nëse shumë me përmend Allahun, me automatizëm, i shtohet dashuria ndaj atij cilin po e përmend, ndaj Allahut. Dhe a ke pa kur trin me dikon, ndonjë person tjetër e përmend shumë ku, a qatë shumë pedon që çdo dytëm fjalë po e përmend ato, ai tha kështu, ai boni kështu, ai ashtu, krejt preokupu me ato, atë shumë pedona. Edhe kjo, kur jem të lidhun gjithmonë vazhdimisht me Allahun, edhe rrethina marrën vesh kujto ka i lidhur me Allahun, atë shumë po e përmend pse, shumë po e don. Dhe tash kjo është reciproke është. Një drejtim me dy kahje. Njëna tjetër në ndihmojnë. Shumë e përmend të ashtu në dashurin dhe Allahut, edhe dashuria të shtin shumë e përmend. Të dyjat janë këto. Edhe, pa kur fardyshimi se Allahu meriton të përmendet, të lartësohet, të madhërohet, çka kena thonë edhe e di se nuk ka mundësi njeriu, absolutisht asnjë njeri, të përfshit gjithë pejgambert pa përjashtim, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me e falenderu, me e lavdru, me madhru Allahun sa meriton. Pra nëse preokupohemi, nëse jem të angazhum me dhikër,
atëherë vetëm se arrihet dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atëherë e ki zemrën shumë të shëndosh. E ky shëndet zemrës pasaj reflekton edhe vetëm të ecë përpara edhe të afron tek Allah subhanahu wa taala. Që është në Ibn Jauziu, pra kjo dashuri ndaj Allahut, hi ruhul Islam, është shpirti i Islamit. Është kulmi i fesë. Është epicendra e lumturisë. Pra është shpirti i Islamit. Është kulminacioni i fesë, edhe është epicendra e lumturisë. Nëse njeriu e don Allahun, atëherë edhe Allah e don ato. Edhe tash, kur don Allahu, a patë me juve, jo, tjetër grup. Që kur ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, nesër do të jap flamurin, do të merr flamurin, po do të caktohet udhëhec i kësaj aradhe, kësaj ekspedite, njeriu të cilin e don Allahu dhe pejgamberi i tij, edhe i cili e don Allahun dhe pejgamberin e tij. Krejt sahabët atë natë kanë bëu dua Allah, inshallah në jom. Thotë Umeri, u afrojsha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u zgjatsha, s'ka mujt me thonë, ama mu, cakto mu për udhëhec, po, me më po, Umeri, kylle të bëhet. A e dim se Umeri nuk i ka leju, ja ka ndalu djalit vetë, qëre, nuk është sikur, si thojnë den baba den me shku, nuk është kjo prej babës të biri. Mos gabo mu bote halife ven meje. Ka mujt në urdhë me thonë, ven meje është djalem Abdullah halife. Pro nuk e ka desh udhëhecin. Po në këtë rast, po insiston me konë udhëhec. Pse? Nuk kjo tash, kjo udhëheci është mjet. Mjet është informat shumë rëndësishme për mu. Vendimtare, jetësore. Me këto e marrvesh se po më don Allahu. Tu ka qenë qëllimi i sahabeve. Pra, kur don Allahu, çka me po për gjendjen e atij personit të cilin e don Allahu subhanahu wa taala. Edhe ky tash qysh jeton? Ky jeton gjithmonë duke pas parasysh se Allahu po e përcjell. Allahu po e sheh. Nuk e largon prej mendjes këtë fakt. Allah gjithsesi çdo krijesë e përcjell. Po është më rëndësi, a jeti vetëdijshëm për këtë përcjellje, për këtë kontroll, a nuk je vetëdijshëm? E mundohet prej kësaj informate me të largu shejtani. Mos me jetu ti me këtë informat. Mos me të kaplu ndjenja se Allah po të përcjell. Ndash di, ndash mos e di, Allah po të përcjell ty. Mirë po, kur të din ti, edhe vazhdimisht mundosh me majt në ndërdije, me të kaplu ndjenja se Allah po të përcjell. Edhe kytash çfarë namazi fal. Që është vetëdijshëm, Allah po më sheh, po më përcjell. Allah është shumë interesuar për namazin tem. Allah më afrohet, më del përpara kur në moment Allahu Ekber, del Allah përpara. Hatta ma yeltefit, derisa të kthen shiqimin të tërku. Jo vendin e sejdës me këshyr. E këshyr vendin e sejdës. Nuk mund me pa Allahun, por e dim se Allahun e kem përpara. E çka ta mërmend është çfarë namazi fal ky? Ti merri të pana, ata nuk i nin. O çkyç për i dunjas. Por tash kjo është kulminacioni i ibadetit. Që ka bëhet pyetjen e tretë Xhibrili,
Ahbrini anil ihsan, më tregoj çka është përsosshmëria. El ihsan, po Gjibril po pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. El ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam yakun tarah innahu yarak. Përsosshmëria është me i bo ibadet Allahut duke pas parasysh se Allah po të sheh. Edhe nëse ti se po e sheh Allahun, edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh. Jo tash me trup je namaz, a me zemër, me mendje, krejt dikun tjetër. E qysh më shkon mendja? E po kjo po të mungon. Kjo ndjen po të mungon. Që është krejt, po e në taktu është. Bërthama e koncentrimit, kjo është me të kaplu kjo ndjen. E këto muno, arrihet, se Allah nuk kry prej neve diçka që nuk arrihet, që nuk e mundësi. So vende në Kur'an na tregon Allah, se nuk kry prej neve që nuk mund ke mundësi me bo. Pra, nëse njeriu robi është i vetëdijshëm, po mendoj i vetëdijshëm, prap këto duhet me ditë se Allah ndash di, ndash mos e di. Ndash shkon mend, ndash mos shkon mendja. Allah të përcjell. Gjithsesi Allah të përcjell. Por kur jeton me këto, atëherë ky njeri nuk ka nevojë as polic, as kërkush për këto. Ky qysh është në publik, ashtu është edhe në vetmi. Pra kjo është tash e kundërta kur të regojnë dhe e marrin vesh këto. Qysh duhet njeriu me opozicionu ndaj veprës të mirë dhe ndaj mëkatit. Veprën e mirë me bo si kurse qysh ki tut që veprën e keq diçka çka është marrë me thonë, edhe pse kjo gati s'ka me kur gjë prej marrës, se ka ngajle mu, qysh s'ki qef dikush me të pa duhe bo një vepër të keqe, që ashtu dush me mundu për veprat mira. E ky njeri tash, sa për këtë veprat të këqija, dhe me koni vetmum, e din se Allah po e sheh. Punë e madhe tek e fundit. Njerëzit am shohin apo kum shohin. Faqja zez mare, mos vetë se m'ka pa. Po Allah ty po të sheh. Mos me të pa njerëzit e bon atë vepëra. A përshë qëfar fryti po të jep tash? Kjo ndjen. Me qka po preokupohesh? Fryti tjetër në zemër i dhikrit është se e udhëzon, e drejton njeriun në ato prej çkafit ka dobi, prej çkafit përfiton. Edhe e largon prej angazhimit, preokupimit me gjana të kota, me gjana të dëmshme, çfarë të kofshin ato, me gjitha llojet. Sepse kjo zemër është angazhohet me diçka, edhe gjuha flet. Ose flet mirë, ose flet keq. Kur flet mirë, nuk i mundësi me fol keq. Kur flet keq, nuk i mundësi me fol mirë. E kur pon dhikër është tip mirë apo keq, e tepër të me pyet. Pra, edhe po fiton mirë, po edhe po të largon prej fjalëve të këqija. Po të largon prej gibetit, prej gënjeshtës, prej mashtrimit, prej fjalëve të ndyta. Po të largon automatikisht, pse është i angazhuar me diçka tjetër. Ose e mush me ujë, ose me langje të dobishme, të shëndosha, ose me helme,
Çfarë të kofshme me gjitha llojet e tyre. Smunën të nuk ka vend për të dyjat. Me njërin. E pra që dhikri çka po bën, po të drejton në vepra të mira edhe nikosisht po ndon për veprave të këqija. Se po dihet të përsëri edhe ne i ke mundësi ose te njeriu 3 pjesë njeriu të bojnë vepra. Zemra, gjuha edhe trupi. E po mëse shumë ma të rëndësishme ishin veprat e zemrës. Sepse kjo tash reflekton. A ki zemrën e shëndosh, pra dhikri çka bën, i jep jetë, e bën të shëndosh, edhe e lustron, e pastron, e lmon. Pastaj reflekton edhe në gjuhë, edhe në trup. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyyu rahimahullah, فمن أود لسانه ذكر الله kush e ushtron, e mëson, e trajnon gjuhën me dhikr, atëherë e ka rujt gjuhën anil batil, prej gjërave, prej fjalëve të kota, prej fjalëve të ndyta. Edhe ky tash e lag gjuhën me dhikr, me përmendje të Allahut, ndërsa ai i cili nuk bën dhikr, atëherë ai kushtimisht e ka të lagur gjuhën me fjalë ndyta, me gënjeshtra, me gibet, me krejt ato fjalë që prap munën me qenë me pasoja katastrofale shkatruese për atë. Që ka thonë, e ka pyet Muadhi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mësom diçka të punoj që ti në xhenet. Është hadithi i gjatë, bënë këto, a me të tregu edhe diçka, edhe në fund thot, a me tregu me çka e konservon, i rrun krejt këto vepra të mira tash, që mos me u hup. Diçka që është e vlefshme me konservon njeriu, e merr në mbrojtje, e rrun. Thot, po Resulullah, çka e kapi tha gjuhën me 2 gishta dhe pasaj tha, rruje këtë gjuhë. Ja Resulullah, a mirëm në pyetën në llogari edhe për gjuha? Dvajtoft nona, a nuk e din se, tash jo, nuk po don me ofendu, po don me çu prej gjumit, me tregu diçka të rëndësishme. A nuk e din se njerëzit të rriqen në zvarr në xhenem shkaku i gjuhës. Ibn Xhebi rahimahullah thot, edhe shes se shumica xhenemlive janë për shkak të gjuhës, që ka një në xhenem. Shumica problemeve e kanë zanafillën të gjuha, të fjale. Rall dikush thot, ku po shkon kur thot po shkoj filon vend, ose atë po me filonin. Ja, më s'du me najt me ato. Pse atë ka re jo. Atë ka marr paret jo, kur gjithë po, ka fol keq për mu. Ka fol kështu, ka bu kështu. Krejt me gjuhë është. Shirkun e bën me gjuhë njeriu. Edhe me vepra, por edhe me gjuhë. Pra, njëjtën kohë, edhe t'jep përfitime, mirë po, edhe t'arun, edhe gjuhën, edhe zemrën dhikri prej gjanave të kota, gjithsesht prej gjanave shkatruese për atë, sepse njeriu ka me dhun llogari për atë çka flet edhe për atë çka punon. Sidomos në këtë kohë, subhanallahu, me këto po bën problem në vete, e kom për qëllim jo për dynjallëk, për ahiret, për ibadete, krejt këto rrjete sociale. Kjo çka ka ardhur një kohë me këto, me internete, me shumë interesant, dhe apo shesë ngjarjet vetëm për pasionin e pas tjetrës, me angazhu njeriun, me largu prej ibadetit.
Ndodhe kjo, u bu ajo, ja hub kohën. Ja merr kohën. Nuk e kam për qëllim me thonë mu qkysh prej dynjas, mos me di çka po ndodh, larg asaj. Mirë po, nuk po ka në mos caktuar njeriu. Po hin edhe po zhytet aty edhe po harron të gjitha gjëra tjera pastaj. Edhe aty ka gënjeshtra, ka dezinformata, ka mashtrime, ka gibete, përgojime e kështu me radhë. Edhe sikurse ai që nuk e ka të lagur gjuhën me dhikër, por me gibet, me gjëra tjera të dëmshme, sikurse me thonë ai e merr shejtani. Hajde po shkojmë, nuk ka dhikër, hajde po shkojmë pak me bo gibet. Dhe ki pas si tulën, vetëm kone ka mëshiru Allah, illa men rahmehullah. Se me njëherë hin gibet njerëzit. Këm fjallën edhe namazlit, se për këta tjertë. Me njëherë në gibet hin. Edhe pastaj, këtë shtin do njerë me rajt, si me shtu, me dalaj soma i keq. E këtu ka gënjeshtra, ka dhe mashtrime, edhe gjitha gjanat ka këtu. Allah e në rujtë. Kjo saj përket zemrës. Po dhikri, prej fryteve të dhikrit, dobive të dhikrit është edhe se me dhikër mbjell fidane në xhennet. Subhanallah, nuk ka asni ibadet i cili të mundson me mbjell fidane në xhennet. Vetëm dhikri, nuk ka asni ibadet. Transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi, Alban ibn Sahih, transmetojnë Tirmidhiu e tjertë. Thot pejgamberi alayhis salam: "Laqitu Ibrahim leylata usriya bi faqal Khalil laqitu Ibrahim al-Khalil leylata usriya bi." U takova natën e Mirazhit, kur shkova nalt me Ibrahimin, Khalilullah. Më tha: "Ja Muhammed, aqri ummetek minni selam." O Muhammed, bëni selam ummetit ton prej meje. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kjo vlen hala vlen. Fa kthim selamin Ibrahimit alayhis salam. Wa akhbirhum an al-jannata tayyibatu turba adhbatu al-ma'. Se toka e xhenit është tokë e mirë. Ujin e ka të ëmbël. Është e rafsht. Anna girasuha fidanet i ka. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 fjalë, 4 fidane e mbodhen në xhennet. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sekonda, mbrana sekondave. Nuk ka kështu asnjë ibadet. S'ka më abdes, ani s'ka galje. Jo më ullën, nuk ka problem. Nuk kom i këtym ka kibla, nuk ka problem. Nuk kom pare me dhonë, po s'ki nevoj me dhonë pare. Kom hongër, kom pi, po nuk kërkohet ma gjeru. Vetëm thuje. Edhe tash me të shku mendja se, po e thu, mener duhet me na shku mendja, thu se po e shojim. E mbodhen i fidan në xhenet, Allahu Ekber. E njeriu kur don apo edhe jo grande ndryshme, jo po mënon me marr, dikush po thot s'kam parë se kisha mjell disa trupa molla ose dardha ose po don me bëni kopsht të madh, bashkë të madhe. E mundot edhe hin borx. Nuk i mjaftojnë parët. Plus këto, a është i sigurt se kanë me dhonë fryte? Çdo njena, çdo trup? Nuk është sigurt.
Ose a është i sigurt se jep fryte po një breshën para se me vjel, i shkatron krejt. Ose thot thatësi, ose shumë karashi, ose nuk e ka të sigurt. A këtu e ki të sigurt. Dhe s'ki nevoj me hi borç, s'ki nevoj me investu. Për çfarë dallime? Allahu Ekber. Nuk jem vetëdijshëm nëse ka po hupim. Absolutisht as ide nuk e kem. Ndërsa nga Xhabiri transmetohet, radiallahu an, thot, men kale, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kale subhanallahi al-azim wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil janna. Kush thot subhanallahi al-azim wa bihamdihi, ka transmetim subhanallah bihamdi wa subhanallahi al-azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahi al-azim. Vetëm se kam bjell në trup në fidan të hurmës. Palmën. Thojnë alimat pse ka përmend, pra Tirmidhiu e tjerët e transmetojnë këtë hadith, Albani bon Sahih, Nesaiu e tjerët, sepse hurma është, unë shpesh thom sikur që thojnë, mreti shtazë është luani, mreti pemëve është hurmja. Buhariu Muslim transmetojnë, thot Abdullah ibn Umeri, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila pemë është e dobishme sikurse besimtari. Gjithçka është e dobishme në të. Frytet po se po, gjethet, degt, trupi, rajt, lëvorja, krejt është e dobishme. Thot Abdullah ibn Umeri, dikush takështu, dikush ashtu, dikush pashallon në dita që është hurme, po merë të marrën me folun e fëmi, aty babem, aty Ebu Bekri, me më ftyrën atyne. Që këta të më shumë nuk ditën, e ky fëmija po din. Pejgamberi sa më tha, ja gabim, ti filon për, ja gabim, ti, ja, s'pedishit. Unë e heshta, a e disha une. Tha hurmja. Për këshkak pra ka përmend këtu në xhenet e mbjell. Subhanallahi al-azim, o bihamdihi, e ke mbjell në hurmë në xhenet. Allahu Ekber. Sa herë të thu tash, ai pse s'pe mbjell për 1000 trupa? Po s'kom pare 1000 trupa molla me mbjell. Të musha 100. Atë me miliona, vestuj, me miliona ke mbjell. Subhanallah. Edhe prap njeriu nuk e bën këto. Ose që thot pejgamberi sa sa, këto kena tregu po për që ka i dersi për qysh me arrit sukses, shpëtim prej shejtanit në rrugën të cilën ec. Këtë hadithën e dini që duhet gjithsesi me bë këto, une mundona kur qona, kuptohet kur ka hy agimi, ku anë sabat. Të një qenë me thonë, la ila ila Allah, wahdu la shirike le, lunun, alhamdu ala kulli shenë kadir. Thot pejgamberi sa sallam, kush e thot këto? Kanat lehu adile ashri rikabin. I ka shpërblim si me liru dhe të rob. Wa kutibet lehu me etu hasene. I regjistron atina 100 vepra të mira. Muhijet anhu me etu sejë, 100 mëkate i fshihen. Wa kanat lahu hirzan, këto e përmendëm atë, këto e potencum. Edhe min ash-shejtani yawmahu dhalika hatta yumsiya. Edhe është i mbrojtur, ka hyrë në strehim prej, është strehu prej shejtanit deri në mbrëmje. Tan ditën. Tash çka po thot pejgamberi sa kur shtot mrena ditës 100 herë. Apo unë që tash po thom 20 herë, ma vonë 10 herë, ma vonë 15 herë, edhe dikur ka dreka, ose mas dreke arri i boj 100. Po bën, mirë po deri në atë kohë, nuk e mbrojtën prej shejtanit. Pra, unë këto mundona, sa ma parë me përfundu me arri deri te 100. Edhe pastaj, a me ndërpreju, hala thuj, por mos numro mu. Sepse po thot pejgamberi sa në fund këtij hadithi, ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. Edhe askush nuk vjen me një vepër diçka më të mirë, më dobishme, se sa ai cili bën më shumë se ky.
Numro deri 100, pastaj mos numro, mos u lodh. Vetë sa më tepër thuj. Me bo gara pra kush po thot ma shumë. Se kush thot ma shumë, ajo është ma i mirë. Me mije herë me thonë. Se shka tham, tu po vjen edhe tjetra, e ki angazhu gjuhën me diçka shumë dobishme për ty, nikosisht e ki largu prej dëmshme s'ka është për ty. Edhe kjo është nuk është për me në qmujnë, për kundrazi, shumë e vlerësu. Ma mirë po boj dhikër se so me folë gjanat kota, hiq pa konë ndalume, po të kota, s'ki dobi prej aty në fjallëve. Ma mirë thuj ato prej shkafit ki dobi. Edhe prej këtu i të shijet, edhe prej haditheve tjera, se ka dobi njeriu prej dhikrit, çka nuk ka dobi prej asnjë ibadeti tjetër, sikur se pra prej dhikrit. Subhanallah, që tash hadithi tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga Hurajra transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, men qala subhanallahu bihamdi fi yawmin 100 marra huttat hatayahu wa in kanat mithla zabad al-bahr. Kush thot 100 herë brana ditës, subhanallahu bihamdihi, i fshin mëkatet po dhe në qofsh, po dhe nëse janë sa shkuma e detit. Sa ka shkum deti, pa numër, shumë ka mëkate. Thuje këto 100 herë. Edhe bi idhnillah se ato kanë me ushi. Pejgamberi alayhis salam më i dashur Allahut. Ai ka me pas vendin më të mirë në xhennet. Kanë qenë ai grup e sahabeve, i kanë qu 3 vjet në emër tyre. Me këshyrë se njeti nuk ka ku shkon ma fisnik, ma i lartë, me hinë xhennet. E për me hinë xhennet duhet me punu. E na jashtë çka po punon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e dim, jashtë shtëpis. Po mrana në shtëpi nuk po e dim çka po punon. Vedin ato i kanë qu 3 vjet. Edhe kur kanë shkonin në shtëpi pyetne, jashtë mrana në shtëpi çfarë ibadeti po bën. Nuk ka qenë gruaja, i ka tregu çka po bën. Kenë qalle, sikur u duk pak. Pse? Sepse thanë ajo është pejgamber, s'ka nevojaj, e ka të garantun vendin më të mirë. Po me gjithat, që shka po thot? Edhe ju ka thonë aty masanej, së mu në mushtu një badet me mu. Vendin më të mirë, po kjo vend më mirë duhet mu meritu. Mas kom vendin më të mirë, unë e mas mirë edhe ma shumë se ju duhet me bu i badet. Se kom vendin më të mirë. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muslimi transmeton nga Abu Hurajra gjithashtu. Lën aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Pashallon, ma kom qef me thon subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar, se krejt ato mbi çka rrezaton dielli, bjen dielli. Mbi çka bjen dielli? Mi dukat, mi diamant, mi gurçmushme, mi ato, krejt pasuria çka ka, toka, pasuri para maramense, ma kom qef këto 4 fjalë me thonë, se krejt ato me dhon. Çka ka toka, Allahu Ekber. Nuk kurkush nuk ja din vlerën çmimin me asit, vlerën përfundimtore sa ka pasuri. Ma kom qef këto 4 fjalë me thonë, se sa krejt këto me dhon çka ka bota. Kush po e thot këto Muhamedi alayhi salatu wassalam. E ku jemna pastaj? E qysh me arritna? Pra duhet me marrë shembull pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ose që thot Abu Sejid al-Khudri ju transmeton, nga i transmeton Muslimi, Abu Dawudi e tjerë, ja Aba Said, men radije billahi rabben, o bil islami dinen, o bi Muhammedin nebijen, wajibet lehu l'gjenne. O Abu Sejid, ai i cili është i kënaqur që Zoti i tij me qenë Allahu, që Islami me qenë feja e tij, që Muhamedi alayhis salam me qenë i dërguar i tij,
është bo obligim xheneti për ato. Ka të garantuar. Së mund me besu vesh vetë Ebu Sejdi al-Hudriu. E ide ha Ali, ja Resul Allah, hajtajt edhe nëherë, qysh, hajt edhe nëherë. Kush është i kënaqur që Zoti ti me qenë Allah, Ebu Sejdi, ngotash, për zdyti pa për sërit. Qa që xhenetin pa xhenetin. Mi po krejt këto, me këto po përfundojmë. Çka i tham këto dhikre, edhe kë, nuk është vetëm një fjalë goje. Kush të kënaqur me Allahun me qenë Zoti i tij. I nënshtrohesh urdhave të Allahut. I gjunjëzosh Allahut subhanahu wa taala. Feja ti Islam, e jeton Islamin. Pejgamberi i tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam i bën vepra që ka bu Muhammed sallallahu alaihi wasallam ibadetet. Subhanallah wa bihamdihi. Se la ilaha illallah wahdahu la sharika tjera. Këto duhet me ditë kuptimin edhe me jetu me ato. E atëherë arrihen këto dobi, këto përfitime, jo ndryshe. Përfundoj duhet ka lutë Allah subhanahu wa taala që me na bo prej atyre cilët e kanë të lagur gjuhën me dhikr me përmendje të Allahut, edhe me na bo prej atyre të cilët i kuptojnë edhe jetojnë me këtë dhikr. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin edhe ju.